Në 1776, dhe mos gaboj, po 1776, një qikut Gjerman, Weishaupt, krijoi të asociuar në shoqat të iluminatëve. Dhe mbi bazën e teorisë të këtij çiputit u krijuan dolën dhe iluministët e revolucionit borgjez francez të vitit 1789. Siç ishin Marati, Robespierre, Dantoni, Emerat të tërë. Dhe në 1793, po në 1789 një këta që nisin këtë revolucion borgjez francez, atë revolucion fakt nuk e bën qytetar francez. Atë revolucion u paguan doker, punëtor, emigrantë nga gjithë bota që ishin grumbulluar në qytetin port të Marseilles në Francë, dhe u ndërsyën u paguan me para në dorë, u dhanë nga një kapele të kuqe dhe po të vini re simboli i masonëve i tyre Rothschildëve është kapelja e kuqe, dhe marshuan drejt Parisit duke u thënë që ne do vrasim mbretin që të shpëtojmë, të jemi të lirë, të fitojmë lirinë e tjera dhe dorën dhe ato të tri fjalët humanite, liberté, fraternité, që në fakt që të trija ishin një mashtrim dhe mbeten një mashtrim dhe sot e kësaj dite.